kryeministri holandez Mark Rutte, që ka zgjedhur këtë mënyrë për të shkuar në punë, në takime apo për të bërë pazar. Ai përdor biçikletën dhe jo makinet i luksoze apo tramvaj, të cilat nuk i mungojnë vendit që ai drejton. Ndërsa ky rast është shembull që po sensibilizon qytetarët në të gjithë botën, në Shqipëri të gjitha autoritetet qeveritare përdorin makina dhe eskort edhe në distanca të vogla mes institucioneve. Por shumë qytetarë akademik thyen këtë mani luksi dhe kanë sjetur biçikletën. Ina Koxha punon si menaxhere operacionale në një universitet jo publik. Ajo udhëton 3 orë minimalisht me biçikletë pavarësisht stinës. Ja biçikletës ditë për ditë dhe që e përdor si një mjet transporti përveç se dhe kënaqësia. Ka rreth 5 vjet, por biçikletës i jap që në moshën 5 vjeçare. Nga mëngjesi deri në mbrëmje, sipër në biçikletë, domethënë duke pedaluar, jam rreth 2 deri në 3 orë. Biçikleta duhet dini është njësoj si makina, domethënë reflekset që fiton njeriu duke përdorur një mjet të tillë janë të njëjta me ato të një shoferi makine. Fiton shumë reflekse, madje edhe më shumë se ata që kanë makinë, duke qenë që je më i ekspozuar ndaj vështirësive, ndaj rrezikut në rrugë. Por mund të them që kënaqësia është më e madhe se vështirësitë dhe e kapërcen këtë. Ne shoqëruam në një ditë në punën e saj afër Selitës. Për fat të keq, kjo është rruga që ajo dhe qindra qytetarë të tjerë duhet të bëjnë çdo ditë. Por edhe në bulevardin kryesor, ku janë vendosur vizimet e biçikletave, makinat e parkuara vazhdojnë të zotrojnë hapësirat. Bulevardi kryesor është një nga rrugët e para ku janë vjezuar përsitë e biçikletave, po që si mund ta shikoni dhe juve, këto thuajse janë fshirë dhe janë të padukshme, kështu që vështirësia për ne në këtë rast është që makinat nuk kanë orientimin e duhur për të mbajtur krahun e tyre, por shpeshherë parkojnë në këtë korsi tonën ose ecin dhe për ne lëvizja bëhet akoma dhe më e vështirë. Duket pak e çuditshme, por pedagogu Gilman Bakalli nuk njeh vështirësi e rrisje kur bëhet fjalë për biçikletën. Kjo biçikletë parkohet edhe në zyrën e tij. Në fakt, çdo ditë me biçikletë në shkollë, në fakt mund ta qush edhe pak si fiksim timin, por biçikleta për mua është një objekt arti. Makinat kanë pushtuar hapësirën, është një lloj revolte ime e brendshme për të mos e lanë biçikletën në një vend ku makinat kujtojnë se janë pronare të hapësirës dhe një biçikletë aty mund ta prekin me rrotën e pasme ose i duket sikur s'është asgjë. Dhe për këtë arsye mbajnë zyre dhe njerëzit duhet të reagojnë me një farë sportiviteti në gjithë kësaj zallamahie. Mendojnë që nuk është makina ajo që zgjidh punë, thoshe. Akademiku Bakalli bën 6 km minimalisht në ditë me biçikletë dhe ka fituar aq mirë reflekset sa shpejtësia me cilën ecën të befason. Biçikletën sot e përdor ose për pasion ose në pamundësi për të pasur një makinë, sepse të pedalosh së pari mungon infrastruktura. Por edhe kur është në disa segmente, nuk zbatohet. Një ciklist ecën mes makinave dhe rrezikohet, ecën në trotuar dhe rrezikon të tjerët për të mos llogaritur pluhrit dhe ndotjen akustike.